Islami e ka ndaluar kamatën dhe e ka gjykuar si një prej mëkateve më të mëdha dhe shkatërruese. Allahu e ka qortuar ngrënësin e kamatës dhe e ka kërcënuar me dënim të rëndë dhe heqje të bereqetit në pasurinë e tij. Allahu i lartësuar thot: ata që e han kamatën ngrihen vetëm ashtu si ngrihet ai të cilin e ka çorroditur shejtani nga prekja. Është kështu nga se ata thanë se kamata është si tregtia. Mirpo, Allahu e ka lejuar tregtinë dhe e ka ndaluar kamatën. E kujt i vjen këshilla nga Zoti i tij dhe ndalet, atij i takon ta mbajë atë që e ka fituar më parë, kurse çështja e tij është tek Allahu. E kush e përsërit, ai është njeri i zjarrit ku do të jetë përgjithmonë. Allahu e shlyen bereqetin e kamatës dhe e shton bereqetin e sadakave. Allahu nuk i do ata që mohojnë dhe janë mëkatar. Në hadith është përmendur mallkimi i të dy palëve që merren me kamat, dhënësit dhe marrësit, por madje edhe shkruesit dhe dëshmitarëve. Nga Xhabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar ngrënësin e kamatës, dhënësin e saj, shkruesin dhe dy dëshmitarët, dhe ka thënë: "Wa hum sawa", ata janë njësoj, transmeton Muslimi. Në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar kamatën në pamjen më të neveritshme dhe më të shëmtuar, duke thënë se ngrënësi i kamatës është si ai që martohet me nënën e tij. Allahu na ruaj. Cili njeri i mençur pajtohet për vete me këtë vepër të shpift. Transmetohet nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kamata është 73 mëkate. Më i lehti është si të martohet njeriu me nënën e vet. Nga Abdullah ibn Hanzala radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: një dirhem i kamatës që e ha njeriu duke e ditur se është prej kamatës, është më i rëndë se 36 zina. Pra si ka mundësi një ngrënës i kamatës të hajë atë me qetësi pas këtyre paralajmërimeve? Si ka mundësi ta kapërdi këtë kërcënim të rëndë? Këtë mund ta bëj vetëm një arrogant mendjemadh, i cili është i kënaqur ta japë ahiretin për gjëra të vogla dhe të ulta dhe nuk e mendon momentin kur do t'i vijë vdekja.